Ndryshim prej vetëvendosjes, Partia Demokratike e Kosovës e kryen punën e vet brenda organeve që i kanë dispozicion si opozitë dhe brenda kuvendit, ndërsa pjesa tjetër natyrisht i takon institucioneve të rendit, hetuesisë, prokurorisë. Do të kthehemi tek kuvendi dhe tek vendimet pas pak Zonja Ramaj, por tek kishit dje mbledhjen e Këshillit Drejtues që u vendos pas asaj mbledhjes së kryesisë së PDK-s dhe përfundimisht u bë e qartë që më PDK s'ka asnjë opsion të themi kështu për të diskutuar për çështjen e presidentit. Si shihni tani ju rrugdaljen, sepse gjasat pra do të jenë maksimale që vendi do të shkojë në zgjedhje. Kryeministri në anën tjetër sot tha prapë se ka shpresë ai se do të mund të zgjidhet kjo çështje me legjislaturën aktuale dhe këtë insistimin që po e bën vazhdimisht që ai s'mund t'ua jap presidentin partive cilat thot ai as nuk kanë mundësi që t'i bëjnë nënshkrimet për ta vendosur një kandidat të tyre. Tani ka dhe një farë lloj ndryshimi të themi kështu të që mund të jetë edhe normale të gjuhës edhe të kryeministrit, pra nga ajo që takimet ishin shumë konstruktive me opozitën, tash ka filluar kjo çështja pak a shumë e fushatës dhe kush tash ta marr fajin që vendi prapë të shkojë në një proces zgjedhor që do të ishte i pesti brenda as 2 vjet. Kisha ndodhur 3 çështje. Mas pari çështjen e fajit. Çështja e fajit është narrative vetëvendosjes edhe kryeministrit Kurti, sepse ideja është që nëse flasim për fajin, nuk flasim për problemin. Problemi është krejkëpot kryeministri Kurti dhe vetëvendosja e qasja e tyre ndaj mënyrës qysh udhëheqet shteti. Nuk është Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës historikisht e ka dëshmuar që midis interesit kombëtar edhe partijak gjithmonë e ka vendosur përpara interesin kombëtar, interesin shtetëror. Është dëshmuar edhe në 2014 kemi pas një situatë ku është dashur me bolshime, edhe me bo kompromise, sepse kjo është demokracia. Por si me i binë qytetarët, Zonja Ramaj, si me i binë qytetarët? Ti ndojmë qështjet, një është qështja fojt. Për shkak se edhe në vitin e kaluar, me gjasi bjenë që vetëvendosja arriti me i binë qytetarët që opozita e blokoj kuvendin për një vend. Do dalë edhe aty. Rreth 50 seanca e në muaj të provu me zgjedh kryetare në kuvendit edhe vetëvendosja në asnjë moment s'ka pranu asnjë lloj kompromisi, që është fjala më normale në demokraci, sot do ka ofron kryetare në kuvendit. Domethënë, ata nuk kanë konsistencë. Ideja është me blloku institucionet, me marrë në kontroll shtetin, komplet me marrë në kontroll. Krit pozitat e rëndësishme me marrë në kontroll. Sot kryeministri Kurti ja nisi me kriju një analogji në një prej fjalëve që kishte dhënë para mediave, kish fillu me kriju një analogji me aplikimin për vendet punës e çka është demokracia. Mendoj që kryeministri Kurti mas pari vetë do të më ullë me lexu çka është demokracia. Kryeministri Kurti kur një vet punë nuk ka mbajt. As një trafik se ka menaxhu. Puna e tij e parë është me udhëheq shtetin. Kështu që s'është punë me menaxhu partinë, po thoni. Ajo është dalë edhe aty. Ato që ka bën parti është njeriu i parë që në kulturën politike në Kosovë e ka shti dhunën politike, gjë që s'ka ekzistuar përpara, si ka bën der as kombit, as shtetit. Sherrën imi ato apo ende, sepse ju